Hungarezët votuan të dielën për një kryeministër të ri. Peter Magajer, kryetari i partisë opozitare TISA të Hungarisë, i cili është në rrugën e duhur për një fitore të madhe. Në një fjalim fitoreje, para 10 mijëra mbështetësve të mbledhur përgjatë lumit Danub në kryeqytetin Budapest, Magajer tha se votuesit e tij e kishin rishkruar historinë. Zgjedhjet parlamentare shënuan përfundimin e sundimit 16 vjeçar të Viktor Orban, që kishte lidhje të ngushta me presidentin rus Putin dhe presidentin amerikan Trump. Orban kishte bllokuar disa herë përpjekjet e Bashkimit Evropian për të ofruar ndihmë për Ukrainën. Më pak se 3 orë pasi qendrat e votimit u mbyllën të dielën, Orban pranoi humbjen pas asaj që e përshkroi si një rezultat zgjedhor të dhimbshëm, por të qartë. E përgëzova partinë fitimtare, u tha Orban mbështetësve në Budapest. Ne do t'i shërbejmë kombit hungarez dhe atë deuton edhe nga opozita. Partia TISA e Hungarisë fitoi shumicën parlamentare në kuvent me 199 ulse, duke i dhënë mundësinë për të ndryshuar kushtetutën dhe ligjet kryesore. Ky rezultat për Hungarinë dhe botën ka të ngjarë të shënoj fundin e rolit armiqësor të Hungarisë brenda BE-s, ndoshta duke hapur rrugën për një kredi prej 105 miliard dollarësh për Ukrainën të bllokuar nga Orban. Humbja e tij mund të nënkuptojë gjithashtu lirimin përfundimtar të fondeve të BE-s për Hungarinë. Fitoria e TISA hap rrugën për reforma që partia opozitare thotë se do të synojë të luftojnë korrupsionin dhe të rivendosin pavarësinë e gjyqësorit dhe institucioneve të tjera.